Këngëtari Labinot Regja organizon protest për të qenë pjesë e Big Brother VIP Kosova. Krejt që ka ndodhe në protest, do i shpalosim tash këtu në studio, bashkë me neve është edhe Labinoti. Labinot, mirë se vjen. Mirë se gjeta. Bashkë kemi edhe aktorin që e paralajmërua ma herët Roki, që ishte edhe pjesë e protestës. Mirë se vene. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për protestin. Labinot, ku idea se shka shtyri që ta bësh protestën? Sepse ne quajtëm ashtu, po ishte një ftes për gazetar për konferencë. Sepse protestë është fjala e madhe. Çka ishte ka që rëndësishme që thirret konferencë për media dhe pse pikërisht aty pranë Big Brother? Gjithçka ishte lojë dhe pikërisht prej sotit fillon tamam karriera ime. Pse lojë? Po desha me pa sa forcë kam unë edhe kush jam unë. Ndjesh me i fort tash pas Sigurisht. Kësaj mbledhje simbolike? Sepse qaq seriozisht e mora që po të kish marrë dhe qeveria jonë qaq serioz me bo qeverin, për 24 orë kish mujt me bo. Po sa e përket protestës, protesta është demokratike, gjithkush ka të drejt me protestu për çfarë do gjë, edhe për një job. Kemi në Zvicër ose në Gjermani, del para ose në Gjeneve kjo OKB-n, dalin pakistanez, dalin Siris, dalin Kurdistan, protestojnë me mujtë të tëra, së është kërgjo, nuk është diçka, ne duhet të mësomi që protesta është diçka demokratike dhe është ligjore, mbrojtur me ligj. Po, ne s'kemi dash tëftojmë shumë shok, pak ka qenë me meme, me fani, jo autobuse, sepse po s'paku na kina pas ma shumë se disa partit. Ma shumë, po kena mujtë me... Me sa po e kuptoj nga paralajmërimi që na ke bërë edhe neve si media, u duk mjaft serioze, u duke shumë i vendos që është pikërisht pse nuk po të lejojnë, ose nuk të kanë bëftes që të futesh në Big Brother. Jo, unë kam bëftes. Na kemi pas një takim me producentën, në cilin e përshëndes shumë, përzemërsisht, por ishte një gabimi im, domethënë nuk është gabimi i saj, dhe është të takimi që kemi pas, edhe kam bërë një screenshot, thirret, edhe ja kam treguar Zuzit dhe Rovenës, edhe ajo nuk ka pas dëshirë, po gjithsesi gjërat konfidenciale ka të drejtë që mos të tregojnë, edhe unë pa sharku di unë i tregova që mi falenderu, sepse ata ishin pikërisht piknis që unë të hyj në, se nuk isha në fillim, nuk isha shumë, ata mendojnë shumë njerëz që kam dëshirë. Nuk kam edhe aq dëshira, sepse unë këndoj çdo javë dhe unë humbi shumë edhe për mi brenda. Po ka disa gjëra që unë mujtë t'i flasë aty mbranda, mujtë t'i japë një shembull shumë të mirë, gjërat sociale, gjërat familjare, gjërat që më kanë kaluar në jetën time, mendoj që mujtë bëj më shumë se të tjerët. Edhe kjo ishte, edhe që atë bëjmë, ajtë bëjmë një projë, në ciloj shenja, në thoi za protest. Marim një mendim edhe nga Roki. Roki e thej që kjo është enkas për këtë protest organizume? Ai nisa me folja. Pse po paragjikon? Komedim ndoshta ajo shumë më serioze se ti sot? Ndoshta. Kështu, fillim kur lobi e ka propozu, atëherë më duk diçka shumë interesante dhe kreative. Edhe i premtova që do jem atje, pavarësisht se ku jam. Edhe special për këtë organizim, pra speçuj protest, ku marr dje, për mju bashkangjit lobit sot. Ku marr nga Gjermania, lobi ka sot mëngjes nga Zvicra. Edhe kjo ka një protestë e mërgjimtarëve, pra po besoj se shumë ka pas mërgjimtarë që ka nërë special për këtë organizim. Muta se diasporës i pas ka të siguru me lobi nëse hyn Big Brother. Mu më do qka shumë fani edhe interesante, për atë arsye vendosa mju bashkangjit lobit, por njëkohësisht është edhe një shembull shumë i mirë nëse flasim tash realitetin për njerëz që kanë një pak knatësi ose mendojnë që pjo bëhet një pa drejt dikun, edhe protesta është një kërkesë e tyre ligjore që mujnë me shpreh një paknaqësi ose për me kërku drejtësi për një padrejtësi që ata mendojnë që ju bëhet. Lobi e ceku shumë mirë, kemi protesta, sidomos vendet evropiana ku na jetojmë, një person i vetëm del proteston me javë tona, me mujë ton, atëherë ky produksion, nëse flasëm, duhet të jetë falënderues që për protesta përfundoi kaq shpejt, edhe nuk ju dha mundësi. Kjo protestë paqësore, kjo diçka simbolike, i kena ndalu edhe shumë autobus nga Zvicra, gjithashtu edhe një 10 aeroplan nga Gjermania, full me mërgjimtarë që kanë dashur një bashkangjitë kësaj proteste, por protokolli i sigurisë normal që nuk na e lejon një gjë të tillë, kështu që vendosëm me bë shumë simbolike mes neve. Një organizim i mirë menduar, se pas ka pas edhe pankarta, pa lobin s'ka Big Brother. Ka qenë edhe një pankart tjetër që lobi nuk në lejoj. Se nuk i kom di që ka bo, ka bo, kretë. Ka qenë edhe një pankart shumë interesante. Unë kam vetëm një fitues, ajo është lobi. Ka qenë edhe një tjetër fakt që lobi nuk dëshiroj ta propozojnë. Ka qenë lobi vjen edhe me bukë vetë.
Gjatë që... Unë e të këthej pak, unë e këthej pak ma në komedi, por është edhe komike, me thonë së realitetin, por Labi, unë mendoj sinqerisht që e meriton një vend ato. Më falni, gjithë ta që janë në Big Brother, që kanë qenë të kaluarën, çka mbas saj? Çka mbas saj? Për shembull, unë e shoh edhe shkurta këtu, çdo ditë po vjen. Po për çka jeton ajo? Humanizëm po bën. Unë po bëj humanizëm për 1998. Jo, në fakt, nëse hyn në Big Brother shkurtën kemi pas një kandidatë shumë fort për shkak paraqitjeve të shëndrimit që bën ajo. Se do t'ja bëj emër. Çka mbas kur dalësh për Big Brother? Stresi ka vazhdu me koncerte. Rovena ka vazhdu me koncerte. Zuzi është një artist i madh, vazhdo me koncerte. Po, për shumë prej tyre kanë hapë biznese, kanë pas sukses edhe në fusha tjera, Labi. Çka? Ata kanë shku për me bo emër mrenda. Unë nuk shkoj me për me bo emër, se kam emër, sa të duash. Do të thonë, nëse është viti 365 ditë, unë punoj me muzikë 150 ditë. Do të thotë është rregull. Unë jetoj tek kësaj. Për çfarë ki dëshirë me u fut në Big Brother? Nëse futën në Big Brother, do të thotë është për me tregu një maturi, një kulturë tjetër, një bashkë bised tjetër ndryshe si shka që ndërë më tani, një... Me në një dëshirë. Ta shka u bo. Oke, do më thënë një temë, për shamu folim temën për reziliencë. Dini ju shka është reziljenca? Jo, na tregot lutëm, Labi. Pa do ta tregoj aty, jo këtu. Kështu që do të flasim për temat të cilët më shumë unë një shambë dhe të marrë. Ja, ma Labi, aty se keni ChatGPT, na? Nuk kam nevojë ChatGPT, sepse unë jam shkolluar për 30 vite. Sinqerisht, kjo pak është ofenduese kjo, sepse ChatGPT ja inspiru pi Labit. Unë po mendoj se nëse futën e dyshe kishit pas ma shumë sukses. Unë e kam problemin e ChatGPT-s, se nuk e kam problemin e Labit, që ka nevojë Labi për ChatGPT. Unë mendoj që për kina i pyetje e thirr Labin, mandej konsultosh Për shembull, shikoni temën shumë. ChatGPT ja pyet Labin, tani na përgjigjet neve. Kështu që është, domethënë sepse e pas apostrof po gabojmë, aty nuk po gabojmë. Për shembull, ke shumë vajza tona, një shembull pe marrim. Vajza tona të cilat janë lind në Zvicër, janë shkolluar në Zvicër, edhe për hir të që kanë bënë moshë, domethënë, nuk kanë mundë të gjejnë partnerin e vet, edhe i punohen për familjarëve, domethënë nuk i dëgjojnë zemrën e tyre, domethënë privatësinë e saj, edhe e martojnë vajzën sa për me thonë u martu. Edhe kjo një temë shumë e bukur. Ka shumë gjëra aty që mund të bisedojmë, mund t'i bëjmë, do më thënë që në familjet tona mund nesër t'i shërbejnë këto gjëra. E sigurisht që unë në vitin 2004-2005 jam bëlluzu shumë për një disa artistë mirë njohur që janë në skenës tonë, në ekranet tona, edhe sigurisht që unë do t'a tregoj edhe atë story në cilën do të trembë ose do t'jetë në... Do të shpërfaq një realitet, që ndoshta të tjerat nuk e ditë. Gjithçka realitet. Tani unë i shoh në disa komente, ki dash vëmendje, kush nuk ka qef vëmendje. Gjithkush. Ama unë e di që edhe respekt shumë të madh, sepse tash isha Londër u takova me kryetarin e tanishëm, edhe të kaluarën, tash ka fitu, Ramiz Ladrovcin, e cili... Në tash se e takuar me kryetarin e Londrës. Jo, në Londër u takuar... Edhe i ka po kërkes mirë, po në kom ditë shumë të shkurta, edhe agenda e Labit kon shumë mëngjeshur, kështu që... Ajo është drejt për drejt, nuk ka... Edhe unë them që do thot atë nuk e kanë besu partia i ti, por në fund a i duheli shampion. Edhe Gjestin... Të premtoj për krahje nëse futesh në Big Brother? Fal? Të premtoj për krahje nga bashkëbisedimi që pas të... Ja, nuk besedum na për Big Brother, sepse ati do t'i vjen shumë interesant, sepse gjithë këtë karierë që e kam, që ka lypi unë aty. Edhe shumë njerëz më kanë shkruajt, edhe që kanë qenë Big Brother, që ka kërkon ty kur ki Big Brother, me qenë se ka nevoj për ty, jo ti për Big Brother. Labi një pytje, me që e përmene Ladrovcin, mendojnë që nëse futesh në Big Brother dele dhe ti kampion, se që ka dalë Ladrovcin të zirja? Tani, edhe ju bëni një televotim tani, këtu dhe do të shifni sepse publiku më dojnë thirin darsma. Falendoj shumë Lugin e Preshevës Bujanovcit që pa mu nuk e bojnë dikush darsën, kështu që jam rregu, dhe më thonë, unë e di që publiku më dojnë edhe publiku është aji që vendosë, edhe unë e bëj edhe apel nëse dojnë me të vërtet me pas Labinot Regjen, në ta bëjnë një televotim edhe shojnë sa... Po, Labi, do dikush me prit tek protesta nga produksioni, pati në i reagim nga ana e tyre?
Jo, disa gazetarë ishin aty dhe jo kërkush tjetër. Po, Në fakt, ka qenë as thirrja që me dal dikush nga produksioni, s'ka qenë as thirrja jo, jonë. me që ishin të informuar as dikush prej Ka tyre. qenë vetëm më duk pak, edhe na, edhe ata me ditë që jem alongside, apo la. Jemi këndej pari. Ndërkohë, policia e Kosovës u raportua që të ka vënë një gjopë për këtë organizim. A është e vërtet kjo Mas Labi? pari, mu kanë thirrë shumë shok për me ardhë, unë nuk kam dash të bëj shumë të madhe, sepse nuk jam Qëllimi nuk ka është qenë kjo, tjetër, po. nuk jemi na aty për me bërtit, çka është kjo. Edhe sigurisht që unë gjithmonë kam menduar që është Euleksi afër, edhe unë si një europian, mbi 26 vjet që jetoj, edhe nuk duhet spaku ta respektojsh autoritetet e tyre, edhe aty është edhe domethënë tregu i gjelbër, ka shumë, është pumpa aty, Po, edhe ka nuk kam dash të bëj të madhe. Edhe policia sa për formalitet, po atë tiket do ta heqim. Si do ta heqësh? Do të paguan. Po, sigurisht, bas një ore, sepse do të me kontribu për shtetin. Sa është shuma që të ka ndënu nëse A do në lejohet? dhe sa kundre, sa nëmër kundre? Jo, po flasim vetëm për gjoba. Po, është personale. Personale, a? Po shumë simbolike, po ashtu sa numri protestuesve. Veç të nxej, do me thonë dikun 450 euro. Jo, se di, nuk e di, me shumë në totale nuk e di. Po, jo, më interesoj vepra, a ishte kjo që nuk e ka lajmu policinë për një organizim? Për organizime tilla duhet më lajmu policia e shtetit, është normal, është gabim joni që patjetër është një gabim joni që që është lamruar nga miku im Kroni, po nuk është lamruar, sepse unë vetëm kam kërku që ti të regon që do të bëjmë një asi protest vogël. Po, me që shuma ka qenë e përballush me sfondalem. De facto, kjo ja ka dhënë edhe një farë emër më të madh pjesëmarrjen e Big Brother të tjerëve që do të marrin pjesë, sepse kjo de facto Big Brother tash do të krenohet sepse ai shifni që sa kanë dëshirë të vinë njerëz në Big Brother. Unë mendoj që tani unë kam fitu Big Brother sepse besot gjitha Unë e media... fiktova Big Brotherin tema, kjo thënia Edhe famshme. unë e them që nëse hy, do të ime një strategji deri më tash, jo me bullizim, jo me sharje fyrje, me fjalë banale, me fjalë më të degradume që kam dëgjuar në jetën time, po fjalë me shumë edukat, me shumë vlera, me shumë lojë të pastër, të përsosur, edhe unë mendoj që do të jetë një shembull si vjet një Big Brother në tërë botën, në tërë Evropën, ku bëhet Big Brother. Edhe unë jam shumë garant që aty do të dali fitues. A Gjabi kështu thonë krejt fillim, po pastaj kur i shohin konkurrent tjerë ndryshon loja brenda, se shumë persona kanë thonë që ka mendu më lehtë. A je i përgatitur edhe për këto sfida? Kam pas bi 50 janë të psikologjisë, dhe kështu që masterin e psikologjisë edhe ta është flasi prej luftës dërë më tane që ndoshta dikush e ka kry doktoraturën e psikologjisë aty brenda, kur si dihet se çfarë banor mund të ketë? Jam person hiperaktiv, jam person eksploziv, por në këto gjërat jam i matur shumë dhe që ka një vjet që jam duke shikuar gjithat platformat ku janë Big Brother, posaçërisht Italis, Frontello, kam shikuar edhe Holland, Gjermani, më duke që është hequr, nuk kam, ha? është shkurtu. Se se droki ka është si zëdhën si lavi. Kam shikuar edhe vend fshin që kemi ku shi. Unë veç munam ju paralajmëru që kjo është vetëm nisma e kësaj proteste. Do të thonë, protestat nuk do të ndalen. Ne protestën e radhës ndoshta ka mundësi që do ta bëjmë para Big Brother VIP Albania. E të arrim dikun deri në Big Brother Fratello në Itali, e kështu me radhë në për të në Evropën. Kjo është plani, dikush e qelë një ditë. Mu më duke që Roki ka arme për krah mu, po më duke të ka qenë me bo vendi për veti. E ke marrë këtë Roki? Ka qenë, Unë nuk jam pjesë marrë këtë vetë, nuk është pjesë marrë, po ka qenë. Se persona si Roki gjithmonë janë të mirësardhën këto... Unë falenderit, Unë nuk i di që shkollë ka Roki, po sa për dëgjoj në portalin e ti ose në atë TikTok që e ka, kjo nga mëngjesi ka njëz më të ngritur, njëz mirë, familjar, gjithmonë live, edhe kështu që... Ja, sinqerisht, unë po flas pak, po du pak me këtë komedi gjithë dënjonë, po du me këtë seriozitetin. Unë besoj fuqishëm që lobi mund me konë një banor i rëndësishëm nëse vetë se futën në atë format. Sepse lobi, sinqerisht, edhe nga përvoja e tij, edhe nga përjetimet e tij, edhe nga gjithçka që ka pasur në jetën e vet, artist i mirë njohur, zoni më i mirë i vitit në vitin 1996, një vjet para se me lindon,
Është vërtet? Është vërtet. Edhe ka shumë që ka me dhonë për vetës, edhe nëse është një format gjatë ku lobi mund më shprej publiku, duhet kupton kush është lobi më vërtet. Sepse në jetën reale, kjo është dikush komplet tjetër. Mirë po kur del media, kjo din qatë shumë, sa që do më folë gjitha për me njëherë, tani nga pak pja nga të rëmvena. Amo nëse ka ku televizive, që provajeti, bërë emisionin shtyjes, edhe një 3 orë, edhe në për largona, merë edhe që lobin. Sinqerisht, të garantoj që kemi pas këtë tjetër përshtypje për lobin. Edhe unë besoj që edhe publiku tani ka me kuptu kush është lobi vërtet. Sinqerisht. I falenderoj shumë mediat edhe ata që në kanë bërë pak me meme, s'ka lidhje me fani, ku di unë. Por, posaçërisht vendlidhjen time, Ravecin e bukur, kam pa shumë ofendime, kritika aty, po halal, sepse ata janë më të mirë për mu, edhe i dua shumë. Edhe Raveci, a jam apo nuk jam, unë, Raveci meriton ta ketë në do një format reality show, një vendas, qofti i fshatit apo qytetit, ne jemi një, dhe sepse ne pak jemi polarizu edhe nga shteti, edhe nga, sepse jemi punëtor më të mirë të Kosovës, me bujqësi, kështu që nëse unë do jem aty, do të kërkoj shumë gjëra për Ravecin, do të flasë shumë për Ravecin, për gjyshin tim që është 90 vjeç, që sot punon vnesht, është i fort, më i fort se gjithë shka që është bio, është mirë me ongër, me pi, e kështu që... Lobi, a ki fillu mi bo gati gjëra tjera, si ki punë me projekte, i kira me që ata janë gati. Drejtësi për Lobi në të festojnë. Ja, sinqerisht, më falë që ndoshta pja dho komplet një rrjedh tjetër, amo për Lobi folët shumë, çdo herë folët shumë në për media. Mirë po, pak u folë për zonën e veçantë që i ka Lobi. Kësha dosh pak diçka me ngu, nëse është e mundur, me gnu diçka. Sinqerisht, unë karierën time kam me stresin, me Ismet Perën të ndjerin, kam me Mirje Brahën, kam me Gjezën, kam me Eli Malaj, jam i pari person këngëtar që e kam pru në Kosovë, aty u bo e famshme, edhe ka qenë e famshme, mos ta exagjeroj, kam me shumë artistë të njohur, po kam 320 këngë karierën time. Po, aty ta këndoj këngën me stresi. Që këngën dhe teksti Loni AK-27, e ka me stresin këngën në Ushtari Rrugës, edhe kështu që do të këndoj. Edhe pse ti shko, s'mundem të urej, edhe pse ti vret, shpinës u ta kthej, më mungon çdo gjë e jotja, kur ti si e imja do të digjet bota, ata sytë e tu s'munde me aru, kush të don si unë vërtet, nesër ku të gjohesh do të jesh pa mu, as unë as ti s'do ta kemi let, ata sytë e tu s'munde me aru, kush të don si unë vërtet, nesër ku të gjohesh do të jesh pa mu, as unë as ti s'do ta kemi let, edhe pse ti shkon, s'mundet të uret. Regjia, Manja mikrofonin. S'mundet. Shpinës më ta kthej. Kjo është nga ime dhe... Bravo, Lobi. Unë e mendoj që qatë televotimin që e kërkum për këto, mi andru vetëm pyetjen. A mendoni që Lobi ma mirë është me fol, a me knu? Po. Me drejtu në forma. Kjo është në zonë fantastik. Dëgju këtë zonë ka që bukur, besoj që duhet jebët mësia Lobit, pas ka shumë arsye, pas ka shumë gjëra me shpalos. S'ka qenë si një kjo lutje për mos ta marrin ata shumë më të mallë. Po ka qenë një fani, kena bo pak edhe kështu që besoj që ka qenë atraktive. Edhe besoj që është, unë gjithmonë i bëj pari. Edhe çdo që ka bëj me të parme. Më thënë, unë jam i pari... S'ka pas më bud, si protestë. Si protestë kërku s'ka pas, më thënë... Jena për dy gjona, jena të partë të më bud, ndoshta. Në ne, puna e parë që kena protestu për pa drejtësin që ka po në këtë rast Lobi që pretendon që ka po pa drejtësi, për një format t'il, që s'ka pas s'besojnë bud, dhe më thonë, jena për liber genisit, pika e parë, edhe pika e dytë, është protesta me numërin më të vogël pjesëmarrës dhe protesta. Që gjithashtu është për liber genisit. Po, Rukis në dhe përgjigje. Cilën? Pyetja ishte a ke marrë ftesti dhe unë nuk jam këtë vit në Big Brother. Po, ama ka qenë. Edhe unë sikur Lobi e kësha po vetën një format. Mirë po nuk është koha, jam nuk është momenti jam. është momenti i Lobit, a? Momentalisht është momenti i Lobit.
Bravo. A dini sa mesazhe më kanë ardhur për 24 orë? Sa? Në të afrohet, nëse ka mundësi në të afrohet... Po, kamera nëse... Që unë e përshkojt e kamera, po jo, a mundem? Hajde, mundem. 352 mesazhe, edhe 305 mesazhe në WhatsApp, edhe 211 në Viber. Në drejtë e për kusin. Edhe kjo është I pikërisht... kom fakt edhe 2 telefona tjerë, edhe ato ka mesazhet pa numërta, por masi A di që pasëm sërë mesazhe, se unë i kam tani 15 darsme në nëntor, edhe një 20 darsme në dhjetor. Tani i kam shti pak frikë edhe dasmorve. A do t'jem, do t'i lo pa këngëtar, pa muzikë. Edhe kjo është një farë frikë prej dasmorve. Edhe ti mes 2 zjarëve tash me i ratu këto punë. Si përfundim Labi, a kime hymë Big Brother ajo, sinqerisht për tës? Nëse do marri një ftesë sot, deri fund të javës, serioze dhe me ato kushte që do kërkoj unë, po ke diçka ti që po kërkojnë që produksioni s'është okej? Nuk do t'i shgënjej ata në mënyrën më edukative dhe më strisore, më njerëzore dhe më do t'japë diçka që s'ka dhënë deri më tani. Askush mos harroni që edhe gjestin e përbuzën, edhe mendoj që e bënën pa drejt, por ai doli shampion. Unë mendoj që sinqerisht, tash po flasëm sinqerisht ka herë, unë mendoj që produksioni nuk e ka besu asaj vetë që kërkesa e Labit është kaq serioze. Ka marrë edhe ai si fani, si diçka sportive, se nuk ma merr mendja që ka dikun një produksion në botë që e lën një artist kaq të madh jashtë edhe merr ndoshta figura që nuk janë fort të rëndësishme. A kupton? Unë mendoj që vetëm që produksioni nuk e ka besu, sinqerisht nuk e ka besu që kërkesa e Labit është, se besoj ka dhe thirrje Labi s'nale telefoni. S'ndale telefoni, po t'lirojmë Labi se e ki shumë punë sot. E ki gjithë ditën përpara me gjithë këto angazhime, kështu që unë ju falenderoj shumë të dyve që ishte sot. Unë i përshëndes gjithë që na kanë dëgjuar, edhe ata që na kanë shajt, edhe jo bëjmë halal sepse pjesa e jetës edhe është kjo, por mu nuk më pëlqen kur degradojmë në sharje në familje ose në gjithë disa fjalë banale të cilat nuk janë përshtatshme për si komb, sepse ne kemi vuajtur shumë dhe tash duhet sa më shumë të inkuadrohemi në kulturë, në edukat edhe kështu me radhë. Rokej për fund. Ndoshta me përmbyll me thonjën që sot ndoshta do të më përqeshni, nesër do të më urreni, por dikur do të më kërkoni, edhe unë po besoj që Labin masi të fillon formati Big Brother kanë më kërku vetë publiku. Hala ma shumë, a? Besoj. Ju falenderoj shumë.